Doktor. Vazhdo. Shije. A jemi më mirë pa? Kam godit dhe këtu me shkop pas. Ishim të Luciano, kretarin, me Luciano Boqi. Edhe ishim të gazetarët, kur ndërhyri policia. Dhe pastaj pash duke vënu Klevis Ballion. Edhe ndërhyra sepse për ta nxjerrë nga policia. Dhe goditën, domethënë nuk e di tani, po këtu te qafat e pas qafat. Ja doktor, Shije doktor, shishko. Vëm qafë. Ju po në një... Po për jetë për skaner, Nuk ka një dëmtim të vërtetrave, po e montonë. përësishë shkotë Kontuzioni i indëve. Kanë përdor helm kimik, kanë përdor lëndë sprej ariu. Sprej i ariu është ngjitet në nivelin e helmeve kimike dhe përbën një krim penal shumë të rëndë. Nuk është përdor sprej të zakonshëm. Janë përdor bomba, protestuesit i kanë pa me imazhin e ariu. Sprej i ariu është në grupin e lëndëve të cilat mund të jenë letale. Tek personat me astëm bronkiale, tek personat me probleme zemre, pra janë absolutisht kanë kryer një krim të shëmtuar sot. doktor, sepse në pres në olonin, edhe ndërkohë që piva cigare, u fry buza, ndërkohë që ishte substanca. Ja, shef, është përdor sprej ariu. Ato të bogla, se këto të për njerëzit janë shumë bogla, nuk janë krejt tjetër. Po ato i kanë pa protestuesit, i kanë pa me figurën e ariut, janë për të dalluar. Domethënë, ideja është që nuk ishte proporcionale. Jo, por s'ka proporcionale. ishte Shumë më të madhe. Ka një sasi shumë herë më të madhe se kjo që përdoret për individe. Jo, dhe goditja me ato mbrojtëset nuk ishte sepse ne ishim të gazetarët. Kanë hedhur shishe molotov kundër protestuesve. Po, të vërtetuara nga protestuesit. A vini shit nga sipër. si ka që kaq të kaloj për t'i Pra, dhe më thënë, përdorën një egërsi shtazore ndaj protestuesve dhe me qëllim me një listë, sepse ju vetëm dhunë nuk kishin. Kishin dhunë një ishë punë e dhunë shatë. Në thot një aktivistët, Aulon Kalaja ka protestuar 365 herë paqësisht. Kam qenë organizator protest. Ja, pra. Po s'ka natë kur kjo punë. Sot ishte me thënë ishte... Nuk e di, edhe ma thanë që do ndërhynin, por nuk e besova, më thonë drejtën. Jo, ishte një ndërhyrje e pa argumentuar, e pa e kanë qëllimin se duhen të mbyllin aferën Balluk, Rama Balluk, po që se mbyllin kur. Por ku më rasi, tjetra do jetë, do ta shohin vetë. Tani ka hapësi.